Jam këtu me bolin e vogël për të treguar ngjarjet më të fundit dhe disa pikpyetje që nuk po merren në lidhje me finalen e madhe, sa finalistë do të shkojnë në finalen e madhe të Big Brother Albania VIP5. Duke qenë që jemi 5, do të jem 5 finalistë, nëse nuk do të kemi ndonjë surprizë, siç ishte vitin e shkuar, ku ju pre rrugtimi Gertës dhe nuk shkoi në finale, por duke marrë çfarë ndodhi në Big Brother 3 ku shkuan 5 finalistë, mund të kemi sërish një numër që përsëritet, pra të kemi 5 finalistë, kjo duke marrë parasysh edhe lojtarët dhe dinamikat, padyshim që Mateo Brikena, Selin Miri dhe Rogerti do të jenë në këtë finale, e cila mund të mbahet në datën 18 prill. Tani, sa i takon dinamikave në shtëpi, nuk janë të pakta, edhe pse nuk ka ndonjë lloj zgjimi të ri apo një lloj fryme të re, jemi sërish në ujërat ku po shikoj që treshi për sheshi, Miri, Selin dhe Rogerti janë në një aleancë me njëri tjetrin dhe kjo gjë është kuptuar me disa mesazhe që ato kanë dhënë. Së pari, pas pramit të së shtunës, Rogerti në një bashkëbisedim që kishte me Joelën, ku ishte dhe Selin, ishte dhe Edisa e cila pyeti po ti këtë qasje ke edhe jashtë, edhe Selin që thot një batut, pashtu është ai. E më pas Rogerti, si me të shpëtuar goja, u shpreh që po, unë kështu jam kjo më një, iku kjo. Shkojmë tek një sinjal tjetër, kemi Mirin, i cili është nga zëllyer, i cili edhe në këtë xhiron me makinë që do ta komentoj pas pak kishte një lloj eksitimi dhe për mua Selin po bërtiste, nuk tregoi asnjë lloj elegance dhe me ato prekje në duar, me ato fërkimet, me ato batutat, me një lloj sjellje që për mua më lë të dyshoj që bën gjithçka për lojë, edhe pse tha se nëse do të m'jepte mua mundësia, do të hiqja krevatin, por krevati është Big Brother i Selin dhe i Mirit, një dinamik që i bëri të dy protagonist, që nxiti situata në shtëpi, që nxiti, le të themi, reagime edhe në rrjet, por edhe jashtë në emisione, o komentua dhe i mbajti deri më tani në ditën e 102, ku ata janë pjesë e Big Brotherit. Sa ka është një tjetër dinamik që ka të bëjë me këtë treshe, është kur Selin thot për Mirin që ky ri me patronin, pra me Rogerti dhe nuk i lë hapësirë, pra nuk i lë kohë të lirë, që mund të kemi ndonjë situatë të re edhe në këto ditët që do të shkojmë drejt finales. Po ashtu një tjetër detaj ka të bëjë edhe me Mirin, i cili në dhomë të rrëfimit thot që nuk ka lojë ajo pa ne jemi këtu me njëri tjetrin, ai do kthehet, kishte një lloj buzëqeshje ku ishte edhe kënga Allaja Selina, Allaja Dubai, kërcyen të tre, Miri, Selin dhe Rogerti, dhe në mënyrë të çuditshme kur nuk është preku Selin nga kjo këngë, edhe pse i është degraduar nga ana Rogerti duke e ulur atë si femër, por e mori një lloj sinjali, pra Mirin të kërcente, pra Xhiku nuk i kishin parë në 100 ditë të kërcente, e pam ditën e djeshme duke kërcyer me Selin edhe me Rogertin që është hashiqari, që tani më e kanë këtë lloj situate ku ishte 50 ditë krevati, 30 ditë ishte romanca e Selin me Gimba, më pas shkëputja, tani rigjetja, një paçavure, prandaj edhe për mua nuk pëlqej dhe pëlqej lojtarë si Mateo që janë të drejt për drejt, pa një skenar, pa një strategji, pa maska, pa filtra, original, real, që ka dhe mbështetjen reale të publikut dhe masive. Për këtë do ta them edhe një sondazh bombastik që ka bërë Boli Vogël për këtë situatën, se kush do të jetë fitues, ku kanë vënë dy emra, Selin edhe Mateo. Mund të kemi një çudi në natën finale, mbetet për tu parë, por për mua këto janë dy emra që do të konkurrojnë kokë më kokë për çmimin e madh. Situatat janë të pafundme që japin sinjale për një tjetër riafrim, edhe pse në prime dalin të indinjuar gjatë ditës fjalë të ashpra, ofenduese, denigruese, edhe Miri që ishte i ftuar ditën e diel në Top Albania Radio, brenda shtëpisë thoshte që unë patjetër që do pi kafe me Selin në Muslim Shyri, unë e vlerësoj anën njerëzore, ndërkohë që në këtë lojë unë jam parimi dhe do t'i qëndroj gjithmonë. Kur ti degradon tjetrin, ku ti jep shkelmin, ku ti e nxjerr keq, me çfarë fytyre do ta pish të kafen e zezë, ku dalesh nga shtëpia, por do të shkojmë tek ajo që o do ta pranojnë që kanë lojë të tre, kanë gjithçka një skenim, por edhe Selin që thoshte Rogerti një familjen time, pra një lloj paçavurje që për mua nuk është se lë një shije të mirë për këto lojtar
që i bie që e kanë mbajtur lojën e njëri tjetrit në kurriz dhe nuk kanë qenë të aftë për të dalë përballë njëri tjetrit, thjesht kanë përdorur situatat që është servirur qoftë edhe nga produksioni, por qoftë edhe nga faktor të jashtëm si letra, familjarës, dua të them se mali mendima është aq i lartë sa përtoj t'i ngjitem edhe t'i radhis për ju, për i kemi thënë dhe gjithmonë i kam përmendur në këto troç me Reddit. Tani do të shkoj tek situata e bolit të madh që është në shtëpi për Brikenën dhe Mateon. Dua ta nis me xhiron që bën 4 banorë që kanë që nga dita parë në shtëpi, që është Miri, Selim, Brikena dhe Mateo, që treguan dhe një lloj natyre të tyre, ku mos është shumti në rrugë kishte një lloj brohëritje për Mirin dhe për Brikenën dhe Selin, që u lëriste, votoni Selin, më duk shumë e tepërt, më duk si një lloj dëshire e madhe për të treguar dhe për të bërtitur se unë jam këtu. Sa kaq ishte edhe një lloj skene jo shumë e bukur, një skene e inskinuar ku për xhikun kishin ardhur kalamajt e lagjës aty në showroomin e makinave, ku bë dhe një lloj prezantimi i banorëve me mjetit që i transmetoi dhe i bëri xhiro nëpër Tiranë. Këtu mori një lloj eksitimi Miri që takoi që Selin i dha dorën, e shtrëngoi që bënte një lloj flirti, ngacmime, provokimeve, një lloj nuk e di, joshje donte për Miri, nëse mund ta them këtë. Nuk e di çfarë synimi kishte Selin për duke marrë parasysh që edhe nga rruga deri te showroomi, nga showroomi deri te shtëpia e Big Brotherit, kishte zëra pro Mirit që e thërisnin dhe uronin atij për fitore. Sigurisht që kur ti je një personazh që pretendon fitoren vet, ndoshta ka qenë dhe një lloj mënyre ironike gjithçasja e Selin, por sidoqoftë për mua nuk më la një shije se për sa kohë janë zënë aq shumë egrë me njëri tjetrin, të vinë në këtë situatë ku kapen për dore, përqafohen, ka një lloj afrimiteti, ka një lloj flirti të vogël që është i kuptueshëm dhe është i lexueshëm për ata që duan ta kuptojnë saktë dhe duan ta kuptojnë drejt, jo duke bërë një lloj tifozliku për X apo për dikë. Por sidoqoftë, dua të ndalem edhe tek boli i madh që ka të bëjë me Brikenën dhe me Mateon, që ende nuk janë ato ujëra. Kemi Mateon që është i kujdesshëm në detaje, i dërgon një letër shumë romantike pas prajmit të së shtunës në mesnatë, në orën 5 mëngjesit, ku i thoshte lufto për ne. Ishte shumë e bukur, shumë preksa e letra, shumë dedikim. Ky djalë romantik ka treguar, kurse Brikena më e stepur, më e kornizuar dhe nuk do ta jetoj këtë eksperiencë, nuk e di pse nuk e jeton këtë eksperiencë, për sa kohë ka shprehur një pëlqim e do Mateon, e ka shprehur që ka ndjesi për të, e nga ana tjetër për diçka i mbet hatri, ngujohet në atë kornizën e saj edhe humbet shansin ta di ajo sa shumë audiencë kanë që i mbështesin dhe duan të jenë bashkë. Padyshim që do të merrte një sinjal edhe pse i kanë marrë heparsere, qoftë me drona, por edhe me mesazhe që kanë ardhur nga të tjerët aty. Por Mateo po tregon edhe një tjetër mirëkuptim për Brikenën, dhe pse kjo fundit u shfaq në atë dhomën e rrëfimit, duke thënë që nuk ndihe mirë, pse duhet dalun gjithmonë keq, kurse Mateo është më pozitiv, është një qasje më pranë një raporti të shëndetshëm, më falës, më romantik, më bashkëpunëtor, më mirëkuptues, më tolerant dhe më insistues për ta ripasur një tjetër qasje, një tjetër kimi, ose më saktë për të rikthyer tek raporti i mirë që kishte me Brikenën, pa ndalur të gjitha debatet që ai bën në shtëpi, qoftë me Rogertin, qoftë me Selin, qoftë me Mirin, ku ja përsërit që ju të tre keni një lojë me njëri tjetrin, nuk është e bukur, nuk është e ndershme, por sidoqoftë publiku i shikon çdo gjë me detaje dhe nuk i shpëton çdo fragment në atë shtëpi bëhet virale në rrjetet sociale. Mjafton ta hapni rrjetin social Instagram për shembull dhe shikoni të gjitha etapat 24/7 çfarë bëjnë banorët, edhe pse nga ato që ndoshta ti nuk e ke vëmendjen ku i shikon live, i gjen aty të gjitha lojrat që bëjnë në kurriz të njëri tjetrin. Por sidoqoftë për këtë raporti midis Brikenës dhe Mateos, kam dhënë ato opinionet e mia që janë të dy kokdera, por tani po shikojmë një Mateo më të zbutur dhe jo më inatçor siç ka qenë ditët më parë, por po shikoj që po rikthehet tek mirëkuptimi, siç e përsërita, dhe te një lloj riafrimi me Brikenën, ato videot e tyre mbrëmjen e së dielës ku ishin këngë të luajtura në sfond, një ndër to dhe kënga që është bërë surpriza para 2 muajsh, të dua, kishte sy që lexoheshin, kishin një lloj ndjesie mimika
të Brikenës që padyshim e vuan këtë situatë me Mateon, por është e kornizuar për të pasur atë qasjen e saj, po siç u shpreh edhe në këtë xhiron që ajo kishte, është Brikena me mirësjellje, me një lloj ndalese, me një lloj qytetarie, me një lloj finese që nuk e lëshon veten siç mund ta lëshojnë të tjerët. Ajo është e mbarvajtur për të treguar anët e saj më të mira. Dua të ndalen tek një sondazh shumë i fortë që është bërë në Instagram, edhe ku dua të lexoj shifrat konkrete, reale, për të parë perceptimin real të publikut. Atëherë, siç tregova, unë kam vënë në 2 opsione për fituesin Mateon dhe Selin, dhe me 71% të votave fiton Mateo, me 29% Selin, por prisni pak, pasi dua të ndaj me ju shifrat reale se kë shikon audienca si fitues. Jam 50.000 njerëz që e kanë parë këtë story, kanë votuar, kanë vënë votën e tyre, pyetje se kë pëlqen, kë dëshirojnë, kë shikojnë ato si fitues, siç përmenda që Mateo është fitues dhe duke u ndalur tek shifrat. Atëherë, me vëmendje, 83% femra që kanë votuar. Po, 83% të votuesve që janë gra, femra, kanë votuar për Mateon, dhe kjo është një tregues i jashtëzakonshëm për të si lojtar edhe për atë që publiku dëshiron, dhe 17% të votuesve janë meshkujt. Sa kaq, 27% janë që figurojnë në Shqipëri, 25% që figurojnë në Kosovë, 10% në Gjermani, 8% në Itali, 6% në Maqedoni. Dhe gjëja më me vlerë që tregon kush janë mbështetësit dhe kush janë njerëzit që votojnë dhe shikojnë Mateon si votues, është tek mosha. 42% janë të grup moshës 25 deri 34 vjeç. Pra kemi një moshë të pjekur, kemi një moshë që kërkon një personazh real, një personazh njeri, dhe jo një personazh lojtar ta fitoj të Big Brother. Pastaj tek 30% janë të moshës 35 deri 44 vjeç, edhe kjo një tregues shumë i madh, e motej mosha më të vogla, por edhe mosha më të mëdha me përqindje më të vogla. Pra publiku zërin e tij e ka treguar, votën e tij e ka dhënë se çfarë do të ndodh, kjo mbetet për të parë. Por sidoqoftë, do doja të dija dhe mendimin tuaj për gjithë ato çështje të pakta që unë preka, duke dhënë ato qasjen time në Troçmë Redin, por më kryesorja është edhe që ti bëni subscribe kanalit ton Koha Jon në YouTube.